kur thoni që do ta përdor për populizëm edhe këtë shtyrje dhe këtë blokad ose këto alternativa që ai ka dhënë dhe partitë ish opozitore se kanë votuar, a mendoni që do ta bëj diaspora dallimin dhe ai ka në atë që ai po shpreson që ti marr të themi 90% të votave të diasporës të cilët vinë për festat vendvitit në Kosovë për t'i kaluar në vendlindje, besoni në këtë që mund ta bëj dallimin? Po kjo është trendi që ata kanë shpresu që të vazhdoj, apo kjo është gjuha që kanë përdorur zakonisht duke u nisur nga zhargoni i militantëve të Facebookut. Mirë po, diaspora shqiptare, që unë refuzoj t'i them kosovare, është një prej diasporës ma kualitative që mund të kenë vendet e rajonit apo edhe me largë, e që ata janë njerëz punëtor, janë njerëz me integritet, janë biznesmen, janë njerëz të suksesshëm, dhe ata që kanë mundësi dhe kohë për të humbur, për të sharë dhe të ngjajshëm, ata nuk mund të vinë as të votojnë për arsye se mundësia aty në financiare është e vogël. Njerëzit që vinë më shumë se një herë, 2 herë dhe 3 herë në vit, janë njerëzit e suksesshëm dhe ata nuk manipulohen me një rezultat apo me një datë të caktuara apo me një kërkesë për 500.000 vota, për arsye se ata e dinë në vendet prej nga vinë që lideri, kryeministri, politikani që s'ka mbri të realizoj asë një projekt dhe që s'ka mbri të mboj asë një premtim. Diaspora nuk e votan atë dhe si që thot populli, atë mund të votojnë diaspora që jetojnë në social. Mirë po nuk mund ose nuk e votojnë numerikisht shumë njerëzit që kanë integritet profesional dhe veçmas njerëzit që janë të suksesshëm në fushën e tyre, për ata, për arsye se ata duan që njeriu që udhëheq vendin e tyre të jetë i suksesshëm, e kjo na ka dëshmu edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe në zgjedhjet lokale, se të thot populli nuk ka qenë kënga cilën ata e kanë pritur, dhe ajo që nuk do duhet të mbajë në fund viti është për shkak se janë festat vëzhguesit e OSB-s, mund të mos jenë jo për të vënë në dyshim procesin, për arsye se janë të gjitha partitë politike, mirë po thjesht në këtë kohë kur njerëzit vinë e duan thjesht televizin të takojnë njerëz të tyre të merren, ne do të na shkojë koha duke votuar dhe duke numëruar. Megjithatë, po ja konfirmoj të gjithëve se 28 dhjetori do të jetë festë si 28 nëntori. Mirë po do të jetë festë që do të përkoj me atë numër njerëzve dhe me atë numër të vullnetmirëve që kanë bo që 28 nëndori të duket si 28 dhjetor, por jo ata që nuk e kanë bo lavrën e minit për këtë republikë. Me gjas po bëm, po kthehemi tek Fatmir Sejdiu kur thoshte Kosova është sui generis, apo bëhemi edhe tash sui generis masi që e shpallëm edhe pavarësinë edhe këtyre viteve, të mbajmë proces zgjedhor në 2-3 ditë para vitit të ri që unë nuk e di në një vend botës që është jenë bajt në këtë ku. Vendet demokratike, në vendet Evropës demokratike ku në vendet Evropës dhe në vendet demokratike nuk mbohen. Kjo është edhe për shkak të arsyes që ata i kanë festat e fundvitit lidhen me Krishtlindjet dhe të ngjashme. Mirë po, për te i kësaj, partitë politike në Kosovë do të duhej që fitoren ta prisnin nga qytetarët e Republikës së Kosovës rezident dhe jo nga qytetarët jo rezident, për arsye se numri i tyre nuk është aq i madh sa për ta determinu fituesin. Dhe ata janë votues të nderuar dhe janë njerëz të respektuar që vinë nga diaspora për ta dhënë një vot për përcaktimin e tyre politik, dhe për mua është vot e respektuar kur dikush qoftë që i planifikon pushimet apo bën shpenzime që të vinë në vendlindje dhe ta shijoj mënyrën apo ditën e votimit bashkë me bashkëqytetarët rezident të Republikës së Kosovës, për arsye se kontributi i tyre edhe me remitenca, edhe me relacionet investuese është bukur i madh. Mirë po pse ne nuk kemi pas qeveri taft që diasporën të mos ta shoh vetëm si vot, por ta shoh si mundësi investive që ata të jenë investitorët e huaj
po e them të huaj për shkak të vend banimit të përhershëm prej nga vinë që t'ishin mbështetësit kryesor të zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Unë nuk do të dëshiroja që diasporën tonë t'i shohim si vot, për arsye se ata janë njerëzit tonë, pavarësisht se kë e votojnë. Për ata që pranojnë të shihen si vot, për një mend ndjej keqardhje. Megjithatë, në këto zgjedhje, përveç gjithë kësaj shtyrjes, gjithë kësaj bllokade, do të hyjmë edhe me një problematik tjetër. Pa buxhetin e miratur të vitit 2026, beson që nuk do të ketë probleme financiare edhe për të organizuar zgjedhjet, por edhe që të fillojmë një vit ku komunat nuk do të kenë mundësi të bëjnë shpenzime për thjesht për shkakun që nuk ka buxhet. Deri me 31 mars mund ta përdorin një pjesë të këtij viti. A beson që mund të kemi edhe qeveri deri atëherë që të paktën mos mbeten komunat pa buxhete dhe pa punën fare? Për në radhë parë, ne kemi një specifik që i kemi 2 komuna tani më që janë bllokuar për shkak të buxhetit, sepse Ministri i Financave ka mbajtur në sirtar kërkesën e komuna pasi është votuar buxheti komunal për 46 ditë, duke i lënë komunën e Prishtinës dhe komunën e Gjilanit pa buxhet. Mirë po jam shumë i sigurt që Republika e Kosovës do ta ketë maksimalisht në fillimin e janarit, në fillimin e shkurtit do ta ketë qeverinë e re të Republikës së Kosovës të dalë nga procesi zgjedhor. Kurtin kryeministër apo kurtin kryeministër? Po unë nuk shoh mundësi që kurti të jetë kryeministër i Kosovës për arsye se ti kesh 48 deputet dhe të dështosh të bësh kryeministër, kjo i ka ndodhur veç Albin Kurtit, pastaj ta nxjerrësh kandidaturën e dytë dhe edhe kandidatura e dytë, mandatori i dytë, të mos i fitoj votat për kryeministër, kjo s'ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës. Deri tani e kemi një kandidaturë për kryeministër, që është teknokrati më i mirë i Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, e që ai mund të mos duket popullor, mund të mos ta ketë fjalorin më të mirë për të elektrizuar masat, mirë po praktikisht është njeriu që ka dëshmuar që brenda institucioneve ka qenë bardhësi i funksioneve publike më i përgjegjshëm që ka mbri ti ushtroj funksionet më të rëndësishme të Republikës së Kosovës dhe nga ato pozicione ka dalë me nder duke mos e lënë asnjë shenjë të keqe gjatë qeverisjes dhe po ashtu presim që të kemi edhe nga partitë të tjera opozitare kandidatura që janë të respektuara, siç ka qenë Lumir Abdigjiku si ministër në institucionin prej nga vi apo punojon, e që kalon gjurmë të mira dhe kemi një kryeministër i cili përkundër 16 miliard buxhet për këto vite nuk ka mbri ta ketë një projekt kapital me cilin ai mund të krenohet, por ajo çka i kalon pas këtij mandati Republikës së Kosovës janë qindra miliona euro të dhëna për blerje të energjisë elektrike, rritje e kostos së jetesës së qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe veçmas qindra miliona euro në të ndera një burimor duke e shkelur ligjin për prokurimin publik dhe ajo që ka qenë me keqja duke na i vjedhur rezervat shtetërore, pra na i kanë lënë rezervën shtetërore pa grur, pa vaj, edhe pa miell, edhe përkundër që mjetet materiale apo rreth 2.9 milion janë paguar dhe buxheti i Republikës Kosovës është dëmtuar